Dalja për një shëtitje ose vrap po bëhet gjithnjë më e vështirë ndërsa temperaturat e planetit po rriten. Një studim i ri paralajmëron se ngrohja globale mund të rrisë pasivitetin fizik, duke shkaktuar qindra mijëra vdekje të parakohshme çdo vit deri në vitin 2050. Hulumtuesit analizuan të dhëna nga 156 vende midis viteve 2000 dhe 2022 dhe gjetën se çdo muaj me temperaturë mesatare mbi 27.8 gradë Celsius lidhej me një rritje prej 1.5 pikësh përqindje të pasivitetit global dhe më shumë në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Studimi shpjegon se nxehtësia rrit djersitjen, duke shkaktuar ngarkesë mbi zemrën dhe rrezikun e dehidratimit. Pasiviteti fizik është një faktor kryesor për sëmundjet kardiovaskulare, diabetin tipi 2 dhe disa kancere dhe problemet e shëndetit mendor. Sipas studimit, tashmë pasiviteti fizik shkakton rreth 5% të vdekjeve të rriturve globalisht. Deri në vitin 2050, rritja e aktivitetit të ulët të lidhur me nxehtësinë mund të sjellë rreth 500.000 vdekje të parakohshme. Rritjet më të mëdha priten në rajonet që tashmë janë të nxehta si Amerika Qendrore, Karaibet, Afrika Lindore dhe Azia Juglindore. Pasiviteti mund të rritet më shumë tek gratë dhe adoleshentët, të cilët shpesh nuk kanë akses në hapësira të mbrojtura nga nxehtësia. Studimi nënvizon se aktiviteti fizik duhet konsiderohet një çështje shëndetësore e ndjeshme ndaj klimës dhe sugjeron dizajnin e qyteteve me hije, sipërfaqe reflektuese, burimi ujë dhe hapësire publike të mbrojtura për të lehtësuar aktivitetin fizik dhe për të ruajtur shëndetin.